nga Irena Beqiraj. Kryeministri si gjithmonë kur jep para publike apo pronë shtetërore duke mos zbatuar procedurat që imponon ligji, nafton të luajmë kungull eshkash me miliona imagjinar. Pse aq po sa? Ai thot, ndërkohë që nga ky koncert, në kushtet e vështirësuara artificialisht, prej dështak zemërakve, ne llogarisim jo më pak se 100 milion euro të ardhura. Pra kryeministri pretendon se ka përllogaritje, por një matje e tillë nuk paraqitet në relacionin e projektligjit të aktit normativ. Nëse një llogaritje e ndikimit përfundimtar ekonomik do të ekzistonte, ajo do të shpjegojë me shifra në relacionin e aktit normativ, duke filluar me të dhënat e kapacitetit, përqindja e vizitorëve jashtë qytetit dhe multiplikatorin ekonomik. Nëse kjo matje do të ekzistonte, do të vendosej në relacionin e aktit normativ dhe si e tillë do të konsiderohej shifër zyrtare, duke u bërë automatikisht një target për t'u arritur, ndërsa relacioni nuk përmban asnjë përllogaritje apo vlerësim sasior, qoftë edhe një shifër të vetme të ndikimit në ekonomi të këtij eventi, i cili është financuar me para publike, një procedurë ekstra buxhetore. Kryeministri e deklaron atë në FB. Si gjithmonë, matjet e ndikimit ekonomik të gjithë projekteve të financuara apo të mbështetura nga paratë dhe prona publike pa procedurë pagar bazohen në qasjen e vjetëruar tani më. Në mosqofshin do t'i sajojmë 100 milion euro, jo vetëm që nuk është shifër zyrtare, por për turp të gjithë qeverisë, është një hamendësim i dobët, jo i edukuar, pra i bërë në mungesë të njohurive. Them në mungesë të njohurive, sepse ekonomiksi i koncerteve tregon se përfitimet nga koncertet më gjikante në stadiumet me kapacitet më të madh se 80.000 persona nuk i kanë kaluar 47 milion dollar. Hamendësimet bombastike, pa lapse letër të kryeministrit tonë, kanë vetëm një qëllim që të mbulojnë sjelljen e përsëritur destruktive të kësaj qeverie me financat publike dhe pronën publike. Ai refuzon të pranojë se qeverisja është një mandat jo për të vepruar sipas dëshirës pa kufizime, por për të marrë e ekzekutuar vendime brenda procedurave të miratuara, si e vetme mënyrë e pazëvendësueshme për të garantuar përfitimin publik. Por kryeministri perandori urren ligjet, procedurat, rregulloret, kufizimet, transparencën, llogaridhënien që ato imponojnë. Aq shumë e bezdisin sa në mënyrë alucinante shkon deri aty sa për të nxjerrë 4.2 milion euro nga buxheti në mungesë të ndjekjes së procedurës normale. E klasifikon një koncert emergjencë, ndërsa vërdall ti në kryeministri, në qeveri, në kuvend, nuk ka mbetur më asnjë t'i thotë jo. I gjori ai, është katandisur që argumenteve shtëruese as pak emocionale, u përgjigjet Ahengxhiu i deurit dasmës.